Lumturia ndihmon në rritjen e performancës seksuale dhe një performancë e mirë seksuale ndikon në transformimin e energjisë seksuale. Kemi shumë energji të ndridhur dhe nëse energjia seksuale nuk transformohet, atëherë ajo shndrohet në dhunë. Për atë kemi në shoqërinë tonë po ashtu edhe shumë dhunë. Edhe kjo duhet të shikohet pak më thellë. Kështu që do ishte mirë ta kishim pasur. Atëherë këto po e vendosim të parën aty. A thashë të lumtura burrat lumtur. Po e zbërthen atë që thashën gratë lumtura burrat lumtur, po ky po e zbërthen bukfalisht. Po sepse ju I keni ndridhur Tash gratë lumtur. Tash erdhi buzëqeshja, ha? Erdhi buzëqeshja. Unë I thash gjëra Ndryshoi energjia. Kemi edhe disa thonje popullore, po nuk po mujmë I thonë bukfalisht unë kështu rreth kësaj. Oke, faleminderit, Sheki, faleminderit për këtë plotësim. Po, këto ti komentojmë. Cilat po ndjen ti zbërthesh kështu? Do filloj me të 10-ën. E 10-a më prek më shumë. Njerëzit që ndihmojnë të tjerët janë më të lumtur. Është maksimumi kjo? Niveli më I lartë kur ti ndjen lumturi duke ju ndihmuar tjerëve, sepse ne mezi I përmbushim nevojat tona ditore, lodhemi, stërlodhemi duke mendu, duke synu, duke punu që ta bëjmë veten të lumtur, e në fund po kujtohemi për tjerët. Shiko, lumturia që ne ndjejmë kur ju ndihmojmë të tjerëve është shumë më e madhe, shumë fish më e madhe se sa lumturia që ndjen ai I cili ndihmohet. Madje kjo energji e kësaj lumturie është e shëruese. Unë më tepër identifikohem me këtë të 10-ën. Të gjitha janë okay. Është stadi fundit kjo, kur ti faktikisht je I përmbushur vetë. Je I përmbushur edhe e kupton rolin se ekzistenca jote këtu ka të bëjë me atë që të ju shërbesh të tjerëve. Unë këtë do ta quaj niveli më I lartë I lumturisë.